Të nderuar miq të rëtërisë, selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mirë se takohemi edhe sonte në emisionin e rregullt javor, ta njohim të vërtetën me profesor doktor Shevqet Krasniqin, si zakonisht çdo të martën brëma nga ora 21 drejt për së drejti në RTI, po ashtu edhe në faqen zyrtare të Hoxhës në Facebook doktor Shevqet Krasniqi. Hoxh, selamu alaikum, i sirde. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mirë se gjim. Atëherë pyetjet juaja mund t'i bëni nga ky moment përmes linjës telefonike dhe njëkohësisht edhe me SMS. Kalojmë tek pyetja e parë, ku thotë: përshëndetje, kemi qenë disa student me punë në Gjermani dhe firma na ka japur një veturë e cila për atyre na është lejuar për përdorim vetëm gjatë shkuarjes në punë dhe me u kthy nga puna. Por disa shokë kanë kesh përdorur duke shkuar në qytete të tjera për vizitë pa leje të tyre dhe tani se kemi shtuar kilometrat me u barazu. A mund të quhet që kemi bërë mashtrim në këtë pjesë të punës sonë? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahun e falenderojmë te bareke wa taala pejgamberit Muhammed salavat dhe selam i dërgojmë familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre burrave dhe grave të cilët kanë ndjekur dhe kanë pasuar rrugën e atij burri të madh derisa të kësaj dite dhe ata të cilët vinë pas nesh deri në kiamet. Pastaj kur dikush tap një mall për ta përdorur me përdorim të përkufizuar, sikurse është rasti konkret, tap makinën me shku në punë, marrë për punë, apo është ashtu? Pra tap makinën, sikurse shumë kompania tek në Kosovë u japin shefave zakonisht, menaxherave, shefave, drejtorëve të departamenteve të ndryshme, që lehtësim u japin makinat me shku në shtëpi dhe marrë në punë, pra mja hek transportin. Por me qenë transporti pak ma luksa, sepse është në makinë vetën dhe ka ma shumë komoditet, e që është një shërbim i mirë nga ana kompanisë. Tani, qaj për kufizim mbetet aty ku është, nuk ka të drejt të përdoret për përdorime tjera. Çdo përdorim tjetër jashtë asaj për ça është të caktuar, numërohet shkelje marrëveshjes, numërohet thyrje e premtimit e fjalës që ja ke dhënë, dhe është mashtrim dhe është mkat, është gjuna. Muslimanin nuk e bën ato. Nuk mundesh me thonë ti jone po justifikoj sepse punoj ma shumë e balansoj. Ti mendon ndoshta ashtu, por pronari nuk është i kënaqur. Pronari nuk është i kënaqur. Nuk mundesh ti me vendos nga njëra anë. Nuk mundesh sepse kjo është një marrëveshje që po e bën ti me vetveten tënde. Një marrëveshje e re që po e bën ti me vetveten tënde. Po thuajse ja përdorune ma shumë, po unë i rri ma shumë në orar të punës. Pse të rëgën pra? Pse nuk i të rëgën atina? Nuk kam vepruar deri me tani, apo po du me vepru qështu? A bën? Që të kushton? Por ti din se nuk pranon, andaj edhe më shef. Dhe mundohesh me mashtru vetën tane, kënse që pja punojnë e ma shumë dhe pja kompenzoj. Jo. Ti e gjënaqarë, nuk ke të drejt. Nuk ke të drejt. Ne muslimant jemi musliman, jo laraman, po musliman. Fjala është fjalë, premtimi është premtim, kontrata është kontrat, marrëveshja është marrëveshje. Ka që ke punë? Të hap njeriu një gjësen e përdor simbas marrëveshjes. Nëse thot merre këtë kimik, ose merre këtë kompjuter, përdore, për sa vëtë dhëtë, po një mujtë dhe t'jem përshem vjetor, përdore, po që ka dush me ta. Nuk ta përkufizaj. Ndërsa nëse thot me rëkta në shtëpi, dhe përdor për punë, për detyra që i kenë punë, e me çfarë drejt jap fëmijëve ti me lukta?
veç sa shtytja, nuk ta ka dhënë të drejtën me përdor për interesa familjare, përdorime familjare privat, por ta ka dhënë me përdor për punë të cilat kanë mbetur mbrapa mangu këtu në sa ke qenë rar me i kry të shtëpia. Kështu që nuk është në rregull atë që keni vepru, kërkoni njeriu halal, falje dhe mundoheni mja kompenzu. Thina të kompenzojna, kemi gabu. Po. Disa bëjnë ndonjëherë për shkak se po na bash shefi zullum edhe na i Ja, hakmemi. gjëna është e punë. Jo. Zullumi nuk kthehet me zullum. Zullumi nuk kthehet me zullum. Zullumi nuk kthehet me zullum. Sepse ta shëboni ti zullumçar. Ta shëboni ti zullumçar. Nëse ai mu më ka ndalë të zami, s'ma ka dhënë hakin në rrugë, të shëpunën. Por jo në ta shkej të bëj dëmatina ose të bëj zullum diku tjetër. Jo. Ja nuk është në rregull apo. Ja. Ti për çata mundesh me thonë mrana punës, sa t'jem punë, i kam dhënë zër maksimum. Sigur se me qenë jamja, nuk kam e dhënë çashtu zër, kam punu si të tjerët. Sepse s'po më çmohet puna, nuk po më vlerësohet puna mu më shumë, andaj unë kam punu si të tjerët. Se punojnë të tjerët e dhonë, se shpunojnë të tjerët. Tamam? Por, punën këtë s'jala. Me mashtru se mashtrej, me tratu se tratej, me kesh përdor nuk ja kesh përdori, sepse me te është qehna, sepse me te është qe fëmijët e mi. E tek ne në islam është tepër më rëndësi që ka shtinë në gojë. Me qka e fiton rrezikun. Shumë është më rëndësi kjo punë. Mandje me qa i ushqen fëmijët e tu. E kështu me radhë. Po. Atëherë vazhdojmë tutje, kemi telefonatën e parë për sonte, inkuadrojmë. Imran, Po. Selam aleikum. aleikum selam. Kam pyetje për hoxhën Aba. Po, urnoni me pyetjen. Ai kam një 3-4 pyetje, po besoj shumë të qarta. Kështu, a falej pejgamberi alayhi salam me duart lëshuara poshtë, ashtu siç pretendon një femën në internet e kam pa. Pyetja tjetër është, a ka namaz tjetër mbas vitrit, nëse falim Yacin edhe vitrin bashkë, se mendojmë se s'na del gjumi, po që na del edhe, a bën me fal nafile, masi që kem fal vitrin. Po. Tjetra, vajza e martuar, në këtë rast unë personalisht, ku shkon te familja e saj që ka 100 kilometra larg, me bujt 3-4 net, a duhet me i fal namazet e kompletume, apo të shkurtume, a llogarit na mysafir aty ku jam lind dhe rrit, a si në shpitemen, edhe pyetja tjetër, sa ditë llogaritet njeri si mysafir, sa i përket namazit është fjala. Rregull, faleminderit për telefonatën, ju përshëndesim, selam aleikum. Faleminderit juve. A u fal pejgamberi me duart të lëshuara siç pretendon një grua në internet. Aja mund t'jetë shia. Aja mund t'jetë zakonisht ata mund t'jetë shia, zakonisht ata të cilët pretendojnë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është falë me duar poshtë, janë shijat, ndërsa prej senetve është një mendim i malikive. Kështu që nëse është afrikana ja, gruaja, e Marokut, e Algjirit, e Tunizit, mund t'jetë deri diku edhe Libis, pra Magrebit Arab, mund pretendoj, sepse në medhebat e kanë një mendim të fortë se duart mbahen poshtë. Anëpse, Malikite me vënshëm, po dhe mendimi tjera të Imam Malikut dhe nxënësve të tij, kanë thonë se Imam Maliku është falë me dur poshtë, nga se valia e ka rrahur, ja ka lidh durt dhe ja ka nxjerr për vendet. Pjesa e dorës këtu, i është nxjerr për vendet dhe nuk ka mujt me majt dorën njërin mbi tjetrën. Për dhimbjeve.
andaj kanë lëshu poshtë dhe kanë pa disa talebe ashtu duke falur, e pastaj kanë përcjellur, kanë shënuar dhe kanë mbetur libra. Përndryshe, ka mendime tjera të Imam Malikut, po dhe transmetimet të nxënësve të tij, se Imam Maliku i ka lidhur duart. E që është edhe mendim i shumicës absolute të fuqahave juristëve islam, se duart duhet të mbahen njëra mbi tjetrën. Duhet të mbahen njëra mbi tjetrën, e që është me lidh duart në namaz. Dhe kjo përpas së tjerash është edhe kundërshtim i medhhebit Shi'i, të cilët ata shohin me konsensus Shiat se nuk lidhen dur për fal, i lëshojnë dur poshtë. E para kjo. E dyta, andaj ne në të në librat e fekut e gjenë se është sünnet vërja e dorës së djathtë mbi të majtën. Vërja e dorës së djathtë mbi të majtën është sünnet. Pyetja tjetër e motrës për çështjen e namazit të vitrit. Këtë kemi cekur sa herë se nëse robi e fal vitrin me jaci apo e fal vitrin kur dëm në fjet, e që bie mund të jetë 2-3 orë pas jacis, pastaj nga friga se nuk i del gjumi natën, pastaj i del gjumi natën, zgjohet, ka qef më fal, më rabdes fal namaz, sa të dënë, për ju vitër. Nuk ka nevojë vitër, fal namaz nafile. Dhe nuk ka asgjë të keqe, sepse nuk e ka lanë me qëllim, nuk e ka fal vitrin, nuk e bën në mënyrë qëllimshme këtë, por ka bën nga friga. Dhe fundja kjo edhe krejt është maksimum është e urrejtni me kroh, por ju e ndaluar. Por ju e ndaluar. Andaj lirisht ai i cili ka fal vitrin me jaci me një herë apo pas jacis ka xhavon para se me fjet, e pastaj i ka dal gjumi natën, o zgjuar dhe ka qef me fal namaz, po mundet lirisht me fal namaz nafile 2, sa të dën nga 2 recate dhe nuk ka nevojë me fal namaz vitër më fare. Thot unë udhtoj tek familja ime 100 km laksi, a muj me i bashku ose me shkurtu namazet? A konsiderohet musafir kur është tek familja e vet respektivisht tek baba dhe të nana. Nëse nuk ke pasuri tane atje, të konsiderohesh musafir. Dhe ke të drejtë me i shkurtu namazet. Zakonisht bija tona, në me bije, thina bije se në bija tona, po edhe vajzat tona, bija tona, kur shkojnë tek vllaznia, nga ana psikologjike, e ndjejnë veten musafir. Ndërsa aty ku kanë lindur dhe ku janë rritur, e ndjejnë veten musafir. Ndërsa aty ku kanë shkuar që 35 vjetë s'kanë ma shumë, ndoshta, e ndjejnë veten shpejt vet. Kjo është edhe prej urtësive që madhe Zoti ka lanë në jetën bashkëshortore. Që gruaja me vullnet, me dëshirë, pa pretesë, me ndrua komplet ambientin familjar, rrethin familjar, me kalu të njerëz të huaj, dhe mu adaptu shumë shpejt, dhe me gjetë veten shumë shpejt, dhe me ndje veten shumë mirë, ma dje më mirë se sa që ka ndje këto, sepse atë ndje e nëmëran, ndjen e konsideran shtëpit veten, ndërsa ka të baba shtëpit vllaznive dhe të babës. Pra musafir. Musafir. Andaj përderisa është musafir, nëse është një distancë mbi 80-90 km për pjetë, ka të drejtë me shkurtu namazin. Dhe pyetje sa ditë llogaritet njëri që është udhëtar? Llogaritet deri në 15 ditë. E na shta bie 15 nuk rrin. 2-3 edhe. Vazhdojmë me telefonatën e radhës. Alo, selam aleikum. Aleikum selam.
Ndoshta pyetje për Hoxhën, burri është fillestar në namaz, po për të bjenën tehjat nuk e din tehjatin. Çka mundet më thonë për fillim atë në tehjat kur të bjen? Edhe unë jam prej gjujve kam problem. E kam tash një lloj uji, po ai vjen prej Gjermanisë. Po tash e kam marrë vesh që me ta ka dhe një përbërje të alkoholit, po është kështu industrial, nuk është i marrum vetë domon popullor, a muna më fal me qatë ujë kur i lyej kom, apo do të mi pastruen për çdo namaz kur i lyej. Assalamu alaikum. Aleikum selam wa rahmatullah. Ti falesh me qëta, nuk ka nevojë më pastru, sepse është shumë mirë thëtë, është alkohol industrial, kimikal, nuk ka nevojë me u pastru fare. Falesh me ta, ka problem. Nëse për këtë burrit, elhamdulillah, prej Zotit, që ja ka fillu më falë, elhamdulillah, prej tina, Allah ja letë soft, dhe ja hje shoft, e zbukuroft namazin, kur të ullet nuk e din tehjatin, a i din me lezu besaj. Nëse din me lezu, e mërësin letër, të që është ke letër këto, dhe ka pe lezan, e manë në dorë, në tehjat dhe një se lezan. التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله Assalamu alaikum wa rahmatullah. Kaq mjafton. Nuk ka kush salavatë me që deri në fund. Mjafton kaq. E lezan. Po që se nuk din me lezu, a di të shahadetin? Po, e thot shahadetin. Shahadet e pjesët e hjatit. Dhe vazhdon më falë, desat mësohet. Dhe le të falë vetëm farzët një herë. Vetëm farzët. Tash po vjen edhe Ramazani, i aletësan Allah Azza wa Jalla dhe më shumë, rahmit Allah të është më i madh. Dhe inshallah Allahu Teala Zoti ja e bën që mos me lan më namazet deri sa të vije e gjele. Edhe neve gjithashtu ja Rabbel Alamin. Amin. Amin. Po. Vazhdojmë, kemi telefonata po? Selam aleikum. Aleikum selam. Kam një pyetje për Hoxhën, respekt. Po. A lejohet të zbukurojmë tash apo një Hoxha? Se nuk po dëgjohet. Po, më bën Allah. A lejohet të zbukurojmë tash për Ramazan të shtëpijat? Që po thot? Zbukurimi i shtëpijave në Ramazan. Dhe farë ndryshime, dhe farë lula. Në rregull, pyetje tjetër a ke? Por një pyetje kam, a është martesa e vonë, a është diçka e veçantë? Martesa e vonë. Në rregull, faleminderit, natën e mirë. Allah është përbleft, respekt për Hoxhën. Faleminderit e për ju gjithashtu, Allah të rujt. Zbukurimi i shtëpive për Ramazan e për Bajram nuk ka asë gjë të keqe. Sepse njeriu ka të drejtë me shpreh një gëzim për një mësafer të madh siç është Ramazani. Dhe këtë gëzim me shpreh në publik. Se për atë arsye krejt musliman katër anë të botës e ja urojnë njëri tjetrit ardhmën e Ramazanit. E ja urojnë. Edhe mundohen për pas që ndjejnë në zemrat e tyre dhe në vetën e tyre mundohen këtë gëzim të madh me shpreh edhe jashtë me diçka. Andaj me shekuj muslimanët i kanë zbukuruar rrugët e tyre në Ramazan, në përqendra të ndryshme islame. Edhe se të kësaj dite falë Allahut Azza wa Jall në shumicën, ndoshta të gjithë nuk e di, pas kanë qenë gjitha vend arabe, andaj edhe nuk e di 100%, por në shumicën e vendeve, ndoshta të gjitha vendet arabe, zbukurojnë njerëzit në për komuna, në për bashkësi lokale, në për lagje madje në për lagje,
i zbukurojnë sheshet, vend të bimet, rrugë me drita, me format të ndryshme, se shprehje kënaqësisë që erdhi muaji i bekuar. Andaj edhe nëse zbukurojmë në shtëpitë tona, as do të keqe nuk ka. Në veçanti nëse jem kallabllake, ke fëmijë, do m'ja zbukuru fëmijëve, nga ana psikologjike ka të ndikimin e vetë zbukurimi i shtëpisë për Ramazan, për Bajram, dhe në këtë formë, mos harrojmë në këtë formë, me këtë metodë, komunistët kanë arritur m'ja hjeshu dhe zbukuru dhe m'ja mbjellë në psikologjinë e fëmijëve babadreqin. Të javë zbukurue për vitri atje, të javë zbukurue në përshkolla, në media, në shtëpia ma pak, por të mënumit nga ana propagandë duke bërë, kanë arritur me shtu zbukurime, ja bredhin, ja ata, ja kjo babadimri, kjo vëkshtohe, kjo është natane, rran, pralla, por në mënyrë të sinkronizuar, mënyrë të organizuar, mënyrë graduale dhe të pandërprer për çdo vjet, dhe është pjekë psikologjinë e njerëzve që dohet më zbukuru shtëpia për fund vitit. Andaj gjenë sot musliman dhe muslimane të cilët nuk e festojnë vitin e ri se din që është haram, por u zbukurojnë shtëpijat, e tyne për hatër të fëmijëve të tyre, nga se fëmijët të i pa njani tjetër në shpjekja. Pa e vrejt, duke mëse ditur që një gjë tillë është haram për harameve të mëdha. Sepse në haram nuk ka veç pak. Në haram nuk ka veç pak. Nuk ka në haram veç pak. Nuk ka. Për ata për punë të festave të tjerëve, që shka thane bë Hafs el-Kebiri, një djetare famshme hanefive, nëse një ve e merë dhe adhëron dikuj për festën e tjetrit, me qëllim të madhërimit festë e tjetrit, ka dalë për festë. Nivu, që ka sanë që pesh ajo, po pas që pesh, po nuk ka pak e shumë. Harami se ka me pak e me shumë. Allahu në rujt, ja Rabbi. Andaj, unë mendoj që po në rregull është ajo, nuk mirët ke punë si sünnet, e me thonë, jo, do në pregatit, pa kam gjëna jo. Martesa vonuar, thëtë. Martesa vonuar është e vonuar. Martesa vonuar është e vonuar. A është diçka veçantë? Që e bjekje veçantë, që ka qëllim e veçantë. Martesa vonuar është e vonuar, por tu mund të kënë kallabllak faktor mi gjitha, pa thonë Zoti sa zbohet. Pa thonë Zoti sa nuk bëhet. Pa pas rrezikët dikan së në merë. Dhe rrezikun tanë askush së në ta merë. Në parim, me shty martesën është e urrejtur. Në madje, nëse ka noset rrezikun nga imoraliteti, zina është haram. Është haram, me shty. Por, nga një herë, nuk e lojnë djemët apo vajzat, veçanti vajzat, nuk e lojnë pëse s'dojnë, por ashtu ecin vitet, caktimet e Zotit, edhe koha ecë. Kemi telefonatën tjetër? Alo. Po, selam aleikum. Selam aleikum, selam. Desha me bo një pyetje se po rrjedhin qarkullimet në për rrjetet sociale që Ramazani fillan dikun po shkruan me 18, dikun me 19. Desha me pyet hodin sakt me sa është. Rregull, faleminderit për telefonatën, nëse s'ke pyetje tjetër. Allahu të rujtë e motërës. Allah është shpërblet. Allah na mundësot, ja Rabbi, me prit Ramazani. Allah na mundësoft me prit e me përkushtu në Ramazan, e me adhan hakun Ramazanit, e pas të me ne pranu Allahu këtë Ramazan, dhe çdo punë të hajrit që bojnë në teja, që bojmë gjatë ati muaj, ja Rabbil Alamin,
të lëmt që jena musliman, të lëmt natë e ditë për këtë islam, për këtë Ramazan, për që ëmbëlsira Ramazanit, knatësia Ramazanit është e papërshkruar. Vetëm ata që agjerojnë, e ndjejnë dhe dinë se çfarë knatësie ka. Përndryshe të tjerët nuk e dinë, e na dhimbën pse nuk e dinë. Na dhimbën pse nuk e dinë. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Omeri radiallahu anhu, kalifja e muslimanëve, në Sham e pa një morg, duke u lutur. Ja nisi me kajt. Tha shumë pa më dhimet kë njeri. Edhe të tjerët se kurse kë. Me derë gjithat mund, për kushtim, sakrificë, por asë gjënë. Sepse fe e devijuar. Jo e shëndosh. Për them këtë për mja ditin ne Zotit shëqyrin. Që ne jena në hak. Dhe nuk ka pikë dyshimin të që ne jena në hak. Ramazani është hak. Është hak Ramazan. Është farz e Zotit. Sigur se namazi është hak, zakati hak, haxhi është hak dhe këtë dini është hak. Dhe tjetër dini Allahu nuk pranon. Nuk pranon. Lodhen për lodhen, për ata në dhimen që lodhen, për nuk pranohet të Zotit. Tani, Ramazani hak fillon me hanën e re, përfundon me hanën e re. Pra, soset ke hanë, deleria tjetër përfundoj. Por, ne nuk e dim saktash, as kush nuk e din, në cilën ditë do t'jetë sakt. Këtë që e kemë në për takvime, këto janë parashikime, që pritet Ramazani me fillua të ajtën me ngjez me dalë një agjirosh. I bje në 18, se bjetë. Pritet. Por nuk, askush nuk thët që është sakt. Sakt është kur ta shohim hanën. Andaj, shtetet arabe, elhamdulillah për Allahu tash të avancuara teknologjia, shohin hanën për cilën vëzhgojnë. Hanën. Dhe ose muaj Shaban që jemi ne, i ka 29 ditë, ose i bën 30. Shofen hanën e re, e lemrën se Ramazan. Nuk shifet hanën e re, që ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, fe ngum aleikum, fe ekmilu Shaban 30 yawman, po që se nuk e shihni hanën e re, lehtësejni Shabanin, këtë mujsjemin të 30 ditë. Kështu që nuk themi tani, ne apo kush do të qoftë, se jo bajramat se Ramazan. Mërkurën se tajten janë spekulime, janë fjallë të cilat mund të mos jenë sakta, andaj në guzim të ngullin kamni në diçka që nuk jemi të sigurt në te.
Ne jemi të sigurt që po vi Ramazani. Dhe nuk dyshojmë. Por a mërkur hajte, mbetet shifet. Që të fatfa e kiti, që të fjallë që për të thëmën, të thëtë, për miftje e Saudis, atje aran miftje të shtetëve arabe. Atëherë është radha për një shkëputje të shkurtër për t'i falendëruar sponsorët tanë dhe pastaj kthehemi në studio për të vazhduar me pjesën e dytë. Qëndroni me ne. Përse të kërkoni kur mund ta gjeni, ju presin mbi 300 makina të reja dhe okazion prej markave më të njohura. Albini Auto në Rrym Lang, Zyri, është partneri juaj i parë për makinën që ju dëshironi. Na vizitoni dhe përfasoni me ofertat tona ose vizitoni webpaqen ton autovizalbini.ch. Albini Auto, ne kemi çelësin e makinës së ëndrave tuaja. Rikthehemi në studio për të vazhduar tutje me pjesën e mbetur të këtij emisioni. Ta njohim të vërtetën me profesor Dr. Shevqet Krasniqi. Dhe me tutje jemi live dhe të hapur përmes linjës telefonike ku mund të bëheni pjesë e këtij emisioni. Kalojmë tek telefonata e radhës. Selam aleikum. Selam aleikum. Aleikum selam. Një pyetje për Hoxhën. Por nani. Jem ka numre edhe jam mbulume, pa a bën mi bëjt fluk të gota, më të shkurta që shikum pas. Qartë pyetja? Faleminderit. Që sa ku mujt të një vjeta, 2-a, 3-a, jam të mënu me marrë lidhin, kur s'ke son të ke kismet, elhamti Zotit. Jo, s'po ju marku ma shumë. Selam aleikum. Bereqet i omër e së kjo. Selam aleikum, faleminderit. Allah ta pas pranoj motër, omrën, elhamdulillah, prej Allahut, që Allahut ta ka mundësu me shku, elhamdulillah, elhamdulillah, elhamdulillah. Lumja aj dhe lumja ajo dhe aj, pra ata që shkojnë në umre, e shofin, e shkelin, e prekin, atë vend të bekuar. Falin atë vend bekuar, e adhërojnë Allahën atë vend bekuar, e s'pasrojnë shpirtin, ngritën afrohen të Allahu, e ari përtrin besën Allahut, e paraqesin nevojat e tyne para Allahut, e kështu me radhë. Dhe inshallah ta'ala, kthehen në shtëpitë e tyre, pa gjenahe, sikur sa ditë kur ka lindur për nanave të tyre. Nga se umreja është prej faktorëve, prej veprave që shumë të falë gjenahet. Shumë. Tani, të atë që ke bëni të mirë tjetër e që e mbulu. Kjo është edhe me madhe tash. Allah e ta pranoft. E nën shami, ndash me flak të gjata, ndash flak të shkurta, që është dush. Më rëndësi është, me kanë razi burret, nëse ki burë. Paliet burët nuk bënë shkurtu flakt. Gruja nuk ka të drejtë. A nëpse flok është e sajna, sa hi është e sajna. Është të vërtet që është e sajna, sa hi është pranare flokut, por flokun nuk bën me prej femra, gruja, me shkurtu pa lejen e burrit. Pa pajtimin e tij. Tani apo tani në heshtje, se ka gojle heq, që bjen heshtje. Ty duke ty vetja ma mirë bëne. Apo i thot, më ngumu i shkurtan se duke është me e bukur, është çështje në mes tyne. Për ndryshe, flak ndash me ajtë më dhonë, ndash vogla s'ka dert. Veç mbulaj, mës të shofin burrat e huj. Edhe një pyetje lidhje me umrën, thot në umre a lejohet me fal namazet nafile dhe sunetet, kur dihet se deri në 2 javë duhet me i shkurtu edhe namazet farze, nëse nuk i falëm në xhami me imam, për shembull me imam të Medinës apo të Mekës, si të veprojmë, ndeshë një këshill prej Hoxhës, Allah i shpërblet. Për punën e farzeve në Mekë dhe në Medinë, ne kur të falem me imam, kaq. Por nëse donte mundesh kur ta fal për shembull drekën imami, më që më falë edhe qeni, këtë drejt. Ama ta ne hub se vapën e gjematit, kur vjeni qenia, që ka bënd të një qeni?
Andaj i fal namazet me imam kohën e vetë, kjo e para. E dyta, për punën e sunete, pse jo udhëtar, kjo nuk do të thotë që i ki ndaluar me falë sunetet. Asnjëherë. Por sunetet nuk i ki obligim me i falë, sikur se që i ke kur je në shtëpi. Tash jo obligim kontekst vajxhibit, por obligim kontekst përfshirësisë shumë të madhe. Lënia e suneteve, apo mos falja e sunet gjatë udhëtimit, më shumë ka të bëjë gjatë udhëtimit shkuar e vajtje. Ndërsa nëse jeni në një vend qëndron, shka mësafir diko dhe rëni javë ditë, apo në për hotele, se kënë kohët sot, dhe që shkojmë për shkakun në për konferencat të ndryshme, njerëzit në për seminare, në për vendet të ndryshme të botës, dhe qëndrojnë 2, 3, 4, 5, ata çfarë problemi kanë me falë sunetet? Në kësa rast është me preferuar me falë sunetet. Sikur se që është me preferuar me falë namazet në kohën e vetë, për të shkurtuara, nëse falë vetë, ose me xhamat për i një udhëtar. Përsa nëse ti e xhamat, se në Mekën Medinë, në vazhdan falë plot, dhe falë edhe sunetet. Po. Vazhdojmë me telefonatën e radhës, alo? Selam aleikum. Aleikum selam. Do shta një pytje, Po, kunata me jeton në Gjermani, është me bateri në zemër, po don me agjeru, por në mesditë i duhet me pi një kokër të zemrës. A bon me pi qatë tablet pa ujë, e prish agjerimin? në rregull, faleminderit, ju përshëndesim, natën e mirë. Çdo send, çka futet në gojë dhe depërton në lukth, ushqim, pije, kokra, tableta, guri, dru, metal, pe, e të tjera, të cilat nuk janë ushqyese, e prish Ramazanin. E prish Ramazanin. Dhe kjo është, se që thëtë Imam Nevaviu, me kanë në sensus të ulemave. Kështu që gjatë agjerimit, po pine kokër, tablet, me apo pa ujë, agjerimi shkaj. Tani, personin në fjalë, i cili është të smur për zemrës, nëse ka mundësi me pi qatë kokër natën, nëse është mesditë, e pse s'bën në mesnatë. Pra, nëse mund të agjeroj Ramazanin, shkak smundjes, mundet, e përballon, por i dohet një kokër me pi, atëherë mbetet një pikpyetje, që dohet ja parashtrej këtë pyetje mjekut adekuat, të konsultohet me te, a bën atë tablet në vend 12 ditës me pi 12 natës. Ku dallimi? Je po tani natën flane, që s'po flaj pra. Nëse më pyetjeve gjumi, unë i smutjem, po unë s'jam. Unë pra të përflaj ditën. Ma më flaj ditën e me agjeru, nëse më flajt natën e mësë me agjeru. Kështu që ata që kanë nevojë me marrë tableta gjatë Ramazanit, nuk dohet me ungut, e me thonë, une kam me marrë injeksione, kam me marrë tableta, s'me me agjeru. Mos ungut, sepse nëse trupi ta përballon agjerimin, e kemi marrë terapi, 1 herë, 2 herë në ditje, madje edhe 3 herë, veç e kthe natën, në ora 5, 5:30 është iftari, deri në 5 mëngjes, 12 orë ki, ose pak ma pak. Dhe
ndan vend ditës si qëtë natën, me iftari përdor barnat, edhe me sifër e përdor pjesën tjetër barnave. Kështu veprohet në botën arabe krejt, prej Turqisë, tutje, kështu veprojnë muslimanët. Dhe kështu i këshillojnë edhe mjekët, i këshillojnë pacientat. Sepse mjeku i meqëm dhe mjeku besimtar do të ketë dertën e pacientit. Dhe thët pacientit, këtë terapi e këthën tash e përdor natën. Nëse është nevojë me ashtu dozën jashtan, por e përdor natën. Niftar, sëfër, niftar, sëfër, niftar, sëfër. E tek ne shumë mjek, nuk ta që me thonë, nuk ta propozojnë këtë orar të pijeve, të përdorimit të tabletave, të terapisë, por banjeti veti, ose konsultohet dikën që i besan. Sepse trupi e lyp 2 herë nditje, respektivisht qaj e terapi e kërkan që trupi yt me pranu që atë 2 herë nditje. Po mirë, 2 herë nditje, sabah akşam. E pse kanë thonë gjithmonë sabah akşam? Sepse natën flan. Dhe ditën e lëvizje. Po ne pendrojnë Ramazanën, edhe na kështu në Ramazan ndrojnë orarin shumë, kështu. Jena deri vën çut, se frapet çohum, kështu ne jena çut. Një pjesë të madhe të natës në Ramazan. Andaj e përdorim pjesë në iftar dhe përdorim terapinë tjetër të kokrave në kohë të fyrit. Kaq. Po. Pyetja radhës thotë burri nuk më lejon të agjëroj Ramazanin, çfarë të veproj në këtë rast? Çfarë më bëj këtë rast me agjëru? Vesh me agjëru. E mos me të burrë heq. Nuk pytet burri për agjërim o musliman. As kujt në dynjat këtë pyetje kur mos ja bë. Kur deri në kiamet. Nuk pytet burri në hak të Zotit. Nuk pytet burri o ti njeri, deshta më fal pa po mlen. O ti njeri, us për të vete heq me emër të Zotit, po qona po fal na që ka bo Zoti emër që tash. Që bismillah besat marrë ravdes. Edhe vallahi, sta veti kanë këtë dynja, as burrin, as djalin, as grun, as shtetin, as njeri gjallë nuk veti. Që shpirtin dorë nuk ma ka as kush pas ati që ma ka dhanë. E nuk du t'ja dërzeja ti shpirtin pa namaz. Nuk du, Allah mos na boht m'ja dërzua ti shpirtin pa namaz. Se burri me ty në vërë nuk hin, as gruja me ty në vërë nuk hin, as djalin me babën, as baba me djalin. Bile Allah i madhrua për ditën e kiametit ka thonë, jo me e firru l'mer'u an akhi wa ummihi wa abi wa sahibetihi wa bani. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. Ikin secili pe njani tjetrit. Ik vlla pe vllaut, e ik burri pe grus, e ik gruaja pe burrit, e ik evladi pe nanës, e nana pe evladit, la ilaha illallah. Ik. Nuk vjen kërkush atje me thonë, une se këmë lanë më falë dhe une marë përsi për gjënahin e tina. Jo, vallahi s'ta mërë kush. Pasha Allah në kush nuk ta mërë gjënahin tënë, kur për jetë. Po, a Ramazani po vjen agjera. E tani është mirë gruja, burrit pak më mënu me zbute mja, sepse ka burë, me bo me dije që ti njerën me emër të Allahut Azza wa Jall, pa agjeri bilati me mu bashkë. Bashkëti me emër të Zotit me agjëru, sepse Ramazan është për insan. Ramazan është për insan. Ramazan është për musliman. Ramazan është me knaq shpirtin. Sahi me lodh ka pak trupin, po, amma shpirtin me knaq. Dhe kur gjë nuk knaqet shpirti, që knaqet Zoti jo në lartë në qiell me agjërimin ton. Jo se ai ka nevojë për ne, por rahmeti tina, nga rahmeti ti, nga dashuria ti që ka për evlijat e ti, për besimtarët e ti, gëzohet. Dhe thot me laqeve të ti jarab të mi, kanë me hungër e me pi sa të doan, por për hatër tem rrinë pa hungër e pa pi.
La ilaha illallah, po pasha madhnin e Allahut për hatër Zotë rrina pa hangër e pa pi. Sepse nuk i tutëm shtetit se shtetit nuk na nal me hangër e me pi. As nuk i tutëm kuj dynja, as nuk e pun fukara loke s'ka me që s'pekina që ka me hangër e me pi, por vetëm për hatër të Allahut Azza wa Jall, nga sa tia kemi dronë. Atia kemi dronë. E për hatër ti rrim pa hangër e pa pi. E knaqet Zoti jon me ne, me agjerimin ton, madje dhe me aromën e gojave tona që del. Në Ramazan, për hatër që qaj aromë, del për lukëthit të zbraz të. E lukëthit zbraz, pëse është zbraz, se s'pa ka me pije me honja balë, valla. Po qka, për hatër Zotit për lakit lukëthë këtë stomak të zbraz, i cili po liran aromë të keqe. Ku insani zërë ka me duru aromën e tjetrit. Ama Allahu knaqet me te. La ilaha illallah, o Zoti jam. Po i madh është kë Ramazan. Po i madh është kë Ramazan, po i madh është kë Ramazan, po i madh është kë Ramazan. Për ata kur ka ardhe një sahabi i bekuar dhe ka thënë ja Rasulallah. Tregom diçka ndo një punë që dënë Zoti shumë dhe afrohem me te Allahu shumë. Ka thonë alejke bisawmi fe innehu la idle leh. Agjera. Ma dhe këti kanë dhe agjera vëdëtarë këtu. Agjera. Sepse nuk ka me agjerim. Sepse nuk ka me agjerim. Nuk ka me agjerim. Agjerimi është gjënnëtun me në narë. Agjerimi është sikur se mboroja, pejgamberi ka përshku me hadith, njerëzit kur ka qenë luftrat me shpata, që kanë bo, janë vesh me hekur. Edhe nëse ka arë ndë një shtiz, e ka lanë shaj, jo. Po dhe shigjet e ka lanë shaj, jo. Ka thonë, po kështo, agjerimi mbro në robin nga gjehnemi. La ilaha illallah. Agjerimi mbro në robin nga gjehnemi. O musliman. O musliman, o musliman. Edhe me besu Zotin hak, gjenetin e gjehnamin hak, dhe më kujtu dy hera me agjerua jo, qysh bëhat kjo pun? Qysh bëhat kjo pun? Qysh bëhat kjo pun, o jo njerëz, gjehnami ju ndez, o dhez, mëti. Dhe vazhdon t'jeti ndesur. La ilaha illallah. Për ata ka arë në hadith, gjehnemi është ndezur 1000 vite ka qëndru i skuqër. Nga vape madhe 1000 vite tjera është zbardhur. Pastaj 1000 vite tjera nga vapa temperatura lartë është nxirr dhe është i nxit i errët. Është i errët. La ilaha illallah. E agjerimi mboroj nga gjehnemi, mboroj nga zjarri. Sikurse mboroja e cila të mboron prej shtizës e prej shigjetës e prej armëve të armikut. E me lanë robi këtë ibadet që dënë Zoti ka të shumë, e që kemi nevoj ka të shumë, për kanë me lanëne, për kanë me lamre, për kërjesa, për insana, zbanë të këpo. Ose për më lodhë, ose kam punë, o, për ti la me punë, e me qëka me ka krejtë. Krejtë, raba baba për që krejtë. E Ramazanës të la. Tala. E që qënë Zotë smuj. është mesele tjetër. Nërsa robi shnosh, po vje Ramazani, nuk ja qel derën e zemrës, e të shpirtit, e të trunit, e të mendjes, e të sofrës, të iftarët së fyrit Ramazanit, unë nuk e di ku e ka iman në qenjeri.
E pa iman, kush kanë? Kush kanë pa iman? Allahu na zoftë na drejtoft, ja Rabbi. Do të kalojmë tek telefonata tjetër. Selamu alaikum. Aleikum selam. Po, urnani. E kam një pyetje për hoxhën nderuar Shefqet Krasniqin, është pyetja, jemi lidhur në namaz, kur dojmë me ra në sejdë, a duhet me ra me gjuj apo me shuplaka durve, se kam literaturë islame shumë, e kam lexu doktor Shefqeti, sikur të din Fiku Hanefi me 4 vëllime, autor është Abdul Hamid Mahmud Thomas, aty e ka cek me një citat se duhet kinse, sipas citatit se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mas partin sejdë është lëshuar me duar, pastaj me gjuni. Vetëm dashja për me ditë cili është ma e saktë. Ma bëni Allah. Në rregull, faleminderit, ju përshëndesim. Selamu alaikum. Natën e mirë. Sahih në 2 transmetime, por ajo që është më e sakta, inshallah taala, është se duhet me ra me gjoj, e pastaj me qit durt në sejdë. Edhe tani kur qohën për sejdës, mas parë me qit durt, tani me qit gjojt. Kështu që ajo që bjen e para, që ngritet e fundit. Gojt bin mas pari, për ngritëm në fund. Bina me goj, pastaj me duar. I qojmë duart, pastaj ngritëm gojt edhe qohëm në kam. Forma tjetër, me ra me duar, po është e vërtet, se transmetim. Por, ulematu janë përgjigjur asaj forme, se aji ma shumë ka qenë si rezultat i lodhjes dhe pleqnisë e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Pejgamberi në fund jetës tij na ka shtu pesh, shlodh, dhe si rrjedhoj edhe ka ra me duar, mas pare, pastaj me goj, dhe kur është që mas pare ka që goj tani durt. Po në anën tjetër, një veprim tjetër që e ka bërë, shkak lodhjeje, pleqnije, shtimit peshës, është një ulje e pëshuar që quhet gjelsetul istiraha, ku kur qohet për sejdës së dytë, ullet pëshan pak sekonda e pastaj ngritet në kam. Këtë ullje, disa pej fukahove e kanë marë se sënnet, por në fakt, kje ka është se rjedhoj e pleqërisë ti. Po ashtu edhe ramja në sejdë, me duar. Për ndryshe, në sënnet është me ra dhe me mirë, është me udhës, me ra me gjoj, e pastaj me duar. E që kështë e kanë edhe Hanefit, elhamdulillah. Vazhdojmë tutje me telefonatën e fundit për sonte. Selamu alaikum. Aleikum selam. Po? E kam 2 pyetje dhe mu 3 me ka një. Pyetja parë është, a bën për shembull për hajgore na me gëny për shembull kur nuk ka dikush që ka dikush edhe nuk është e vërtetë çajo, a bën me gëny për hajgore? Edhe pyetja tjetër është që në cilën moshë duhet me fëmia me pas një telefon personal. Edhe mu 3 me ka një pyetje. Selam aleikum. Selam. Unë jam në hifz, edhe cila është koha ma e duhur për me mësu? Hifzë. Po. Në rregull, faleminderit për telefonatën, ju përshëndesim. Selam aleikum. Trujt Allah, Allah ju rujt. Koha më e mirë e hifzit është sabah. Truni është i pëshuar në sabah. Është i pëshuar sepse ka flajt. E fjetja është nimet i madh i Zotit. Fjetja është nimet i madh. Është pëshim i trupit, pëshim i trurit.
Andaj kur zgjohet robi i gjumit, trunën e ka të pëshuar, trupin e ka të pëshuar. Truni i pëshuar dhe ende i pa ngarkuar me ngarkesat ditore. Allahu ka bërë këtë formë, kështu trunën e insanit, që për çdo natë ai sikur se bëhet, tash po thënë për lloj refreshin, për lloj, ç'më thonë në repertrirje apo ç'më thujtë restartima, ç'më thujtë atë, e bën truri. Për atë njeriu shumë herë, qa që është ngarkuar në mbrëmje, sa që edhe me fol, lodhet, për tanë me fol. Edhe ka një përshtypje nga njerë që truni ti është, i ka mush, i ka rritë edhe kryt, për ngarkesave. Por, i njëti person, kërë zgjohet në sabah, krejt tjetër. Qa ndryshoj? Pushoj truni. Dhe ato farë dhona, informata, ngarkese e ti që ka pas truni, ka arrit me ja bo venin se cilës, ndësa me i fshi, ndësa me i zvoglu, ndësa me i palu, dhe gati me i harru. Dhe vend sajnë me ardhë një relax e insanit. Dhe qëtë insani i pëshushëm, edhe i lihet, i këthjelt. Kjo mesele shumë e madhe, është shkencë veti kjo punë. E që shkenca shumë pak të dinë faktikisht, andaj kjo është me përvoj. Kjo seni me mirë me përvoj ka dinë tash. Sa të dush falë për shkencë, për seni me mirë është me përvoj. Senet për me zanë për mensh, mëse letër sabah, me i kuptu e mirë është pas dite dhe në mbrëmje. Tani, ata që kam mësu për mensh, në sabah mësëm për mensh, edhe e mbyll. 3 faqe, 5 faqe, sa të arrinë me mësu. Apo që ata që kam mësu, e mësën, arrinë e përsërit 1 herë, 2 herë, 3 herë, për din për mensh po, mbylle, kuran le që aty. Mos 2 orë të nuk kemi ditë që atë 3. Gjasë atën që ki nuk kemi ditë, apo kemi gabu dësa vend. Më së ladhë. Dhe qëkojnë dësa orë, mërë me pun tjera. Mos pa qëko me herë deri në mbrëmje në akshëm. Në akshëm mbrëmje, e mërë edhe një herë. Dhe e njësë, për e jetit parë. Qatë pjesë që kemë su. 2-ën, këthejshtë e pari, apo e din po, 3-ën këthejshtë e pari, apo e din po, 4-ën këthejshtë e pari, apo e dit 4-ën, apo e din po, deri në fund. E tha po, fjë 2-3 herë, edhe tash nesër me deshën për sërit, një pas e kam të kujtu shumë lehtë. Pra, në zënë e përmeshë, në sabah është koha me e mirë, për sëritja, mbrëmja është shumë me mirë. Mosha më përshtatshme me pas fëmija telefon, vetin personal. Kur të martohet? Fëmija telefon të ashkan, fatkeqësisht shumë të vegjël, e që kënë nuk është në rregull. Për mendimin tim, unë personal, pa kërë shkollë në mesme, asë një fëmiju telefon se shadhon. Asë një. Ligjërisht, pak shandalu. Dhe më duket në për shkolla nuk i lejoni për dorë. Ndalu me kam, por Ndalu. duhen shpe. Pa pra. Heq telefona, thmija në për. Heq telefona. Ne, a këna me të keq pa telefona? Apo ka ma shumë dobija dam për telefonave? Dame. Andaj, telefon heq. Edhe pyetje e... Kur të kry shkollën, këja blin baba është problemi telefon të mirë. Nëse për djetër. A thët, a bënë bajgore, për shambull, karë dikush e nuk karë. A logaritit rënë kja apo jo? E fëmija. Ja, nëse... Hajgore, është e lejuar, po... Jo ty me hudë vërtetat. Se e lejuar është në islam hajgore, po. Atëherë, këtu është fundi për sonte, hoqë faleminderit shumë, Allah shpërbleft. Me ndërqo. Të nderuar dëgjues dhe shikues të RTI-s kaq për sonte, repriza është nesër në orën 12 në RTI, ndërsa kaq për më shumë na ndiqni në faqen zyrtare të Hoxhës në Facebook Dr. Shevqet Krasniqi.